Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura e famshme me hithra që kuron një nga problemet më të mëdha të flokut. Ne humbasim vazhdimisht flok, por gjithsesi mund të jetë zhgënjyese të vëresh një ton me qime të lagura që shkaktojnë probleme në kokën tuaj. Ju mund të flisni me mjekun tuaj për opsionet e trajtimit mjekësor për rrjenën e flokut, por nëse dëshironi të provoni diçka natyrale, mund ta bëni në shtëpi. Mund të dëshironi të hidhni një sy edhe gjetheve të hithrës. Bima, që ndonjëherë mund të shkaktojë edhe djegjen kur e prekim në mënyrë aksidentale, gjethet e saj me gjemba të jashtme në fakt mund të ndihmojnë në flokun tuaj të qëndrojë i shëndetshëm dhe të rritet më fort. Sipas një studimi të vitit 2018, ekstrakti gjetheve të hithrës përmban sasi të lartë të vetive antiinflamatore dhe antioksidantëve që ndihmojnë në mbrojtjen e kokës nga dëmtimi dhe stimulimi i rritjes së flokut të ri. Gjethet e hithrës janë gjithashtu të pasur në minerale si hekuri, magnezi dhe zinku, të cilat gjithashtu mund t'japin folikulave tona një nxitje më të madhe. Ekspertët Heir Buda rekomandojnë që të zhysni një tufë gjethe me gjethe të hithrës në ujë të vluar, t'i kulloni dhe t'i lini në ujë të ftohtë, më pas t'i përdorni si shplarës për flokun. Derdhni mbi fijet tuaja dhe sigurohuni që të përpunoni në rrënjë deri në fund. Më pas mund t'i lani me shampo si zakonisht. Kjo është një teknikë e cila mund t'i ofrojë flokut tuaj edhe një lehtësim më të madh në rritjen e flokut të shëndetshëm. Hithrat për flokët janë një nga metoda natyrale që përdoren në përmirësimin e shëndetit të flokut. Kjo bimë është shumë e pasur me vitamina dhe minerale që ndihmojnë në forcimin e flokut, reduktimin e rënjes dhe stimulimin e rritjes së tyre. Ja disa nga përfitimet dhe mënyrat e përdorimit të hithrës për flokut tuaj sipas Brightside. Ajo stimulon në rritjen e flokut. Hithra përmban vitaminën A, C, D dhe E, të cilat ndihmojnë në stimulimin e rritjes së flokut dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut në skalë. Lufton në rrënjen e flokut. Përmban kalcium, magnez dhe hekur që janë elementë të rëndësishëm në forcimin e flokut dhe parandalimin e rënjes së tyre. Forcon dhe ushqen flokët. Hithra është e pasur me antioksidant që ndihmojnë në forcimin dhe rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Ndihmon në shkëlqimin e flokëve. Me përdorimin e rregullt, flokët mund të bëhen më të shëndetshëm dhe të shkëlqejnë më shumë. Kontrolloni ndyrën dhe zbogthin. Hithra ka veprime antiseptike që mund të ndihmojnë në pastrimin e lëkurës së kokës nga yndyrat dhe nga zbogthi i krijuar. Por si të përdorni hithrën për flokun? Atë mund ta përdorni si çaj hithre. Mund të bëni çaj nga hithra dhe ta përdorni në pastrimin e flokut. Përgatiteni duke e zgjerrë një grusht hithër në ujë për 10 deri në 15 minuta. Me pastrimin e flokëve dhe shampo mund të aplikoni çajin mbi flok duke masazhuar në skalë. Pastat e hithrës. Mund të krijoni një pastë nga hithra në disa përbërës të tjerë si vaji i ullirit ose vaji i kokosit për të ushqyer dhe për të forcuar flokët. Thjesht mund të aplikoni këtë pastë të flokut dhe ta lini për 30 minuta, më pas ta shplani me ujë të ngrohtë. Shampo dhe balsam me hithër. Disa produkte të flokut të gatshëm përmbajnë ekstrakte të hithrës dhe mund të përdoren për të pastruar flokët dhe për të stimuluar rritjen e tyre. Rezultatet e mundshme janë: rritja e flokëve. Përdorimi i rregullt mund të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së flokut. Flok më të fortë dhe më të shëndetshëm. Flokët mund të duken më të shëndetshëm dhe më të fortë pas përdorimit të hithrës pas disa javëve. Zbutje dhe shkëlqim. Flokët mund të bëhen të butë dhe të shëndritshëm duke përmirësuar pamjen e tyre të përgjithshme. Për të arritur rezultate më të mira është e rëndësishme të keni durim dhe të përdorni hithrën rregullisht, si dhe të siguroheni që e përdorni atë në përputhje me llojin e flokut tuaj dhe ndonjë gjendje mundshme shëndetësore të problemeve kronike. Meqense në këtë sezon hithra është një bimë që mund të gjendet lehtë, përdorimet e saj mund të jenë vërtet të larmishme. Është e rëndësishme një locion natyral për të forcuar flokët që në rrënjë dhe lëngu i hithrës mund të përgatitet edhe si një ndihmës kundër rrënjes së tyre. Për përgatitjen mjafton të zjeni 52 gram hitër të freskët të griraimët, i vendosni në një enë me rreth 200 ml ujë dhe i lini të vlojë për 15 minuta. Pasi i keni lënë të ftohet, lani flokun dhe me shampo si zakonisht e shplani dhe gjithashtu masazhoni skalpin me kujdes. E bëni këtë disa herë në javë për të pasur një përmirësim më të mirë për shëndetin tuaj të flokëve.
Shumë njerëz përjetojnë në fenomenin e rënies së shpejtë të flokut, sidomos në stinën e ngrohtë. Megjithatë, shumë studime janë bërë dhe ende ka treguar rezultat të mirë përdorimi i kësaj bime. Një problem i cili padyshim është shqetësues për të gjithë njerëzit që e vuajnë dhe përpiqen në mënyrë natyrshme që ta luftojnë, ndonjëherë edhe të kushtueshme mund të jetë disi i vështirë. Disa nga faktorët kryesorë që shkaktojnë rënje të flokut janë kushtet klimatike, mosha, niveli i lartë i stresit, dieta e varfër ushqimore. Mungesa e balancës hormonale, faktorët gjenetik, infeksionet e skalpit dhe kokës dhe duanpirja mund të shkaktojnë gjithashtu rënje të flokëve. Ashtu siç mund të ndikojë edhe përdorimi i produkteve të pasura me kimikate, disa medikamente të caktuara e të tjera. Në këtë dukuri as pak të pëlqyer ndikojnë edhe sëmundje të caktuara siç janë çrregullimet e tiroides, imuniteti i dobët, anemi, mungesa e ekurit dhe sëmundjet kronike. Në këtë video do ju sillim një recetë me veti të forta të bimës së hithërës, e cila forcon rrënjën e flokëve dhe parandalon rrënjen e tyre, si dhe një mënyrë natyrale për të aplikuar atë në flokën tuaj. Në këtë video ju udhëzojmë të zjeni një grusht me hithra në 250 ml ujë për 10 deri në 15 minuta dhe e lini më pas të ftohet. Përdoreni këtë pas për të larë flokët dhe për të shpëlarë flokën si zakonisht. Më pas masazhoni flokët me lëngun e hithërës, sidomos te pjesa e rrënjës së flokut dhe skalpi i kokës. Mbajini për 10 deri në 15 minuta dhe më pas e shpëlani. Përsëriteni këtë recetë të paktën 2 herë në javë dhe kështu do të keni një ndikim pozitiv edhe në shëndetin të flokëve. Mund të pësoni rënjet të flokut për një larmi arsyesh, përfshirë hormonet, gjenetikën, ilaçet, toksinat dhe mjedisi. Por e dini se hithra mund të jetë një recetë efektive në parandalimin e rënies së flokut. Ka kërkime shkencore që dëshmojnë në përvetitë e dobishme të hithrës. Këto janë të gjitha ato që duhet të dini se si hithra mund të jetë një zgjidhje që keni kërkuar për të luftuar flokën tuaj. Çfarë është hithra? Si funksionon ajo kundër rënies së flokut? Ju mund të keni dëgjuar për urtica dioica, e cila është emri latinisht alternativ i hithrës. Është një bimë lulëzuese natyrale shumë vjeçare barishtore. Zakonisht arrin një lartësi prej 7 metrash. Gjithashtu, për të prodhuar flokë të shëndetshëm, gjëndrat tuaja të flokut varen nga mineralet, vitaminat dhe përbërësit e tjerë bioaktiv. Hithra për rritjen e flokut është një ilaç i fuqishëm sepse përmban fitonutrient, minerale dhe vitamina që mund ta bëjnë atë një trajtim të dobishëm për rrënjen e flokut tuaj. Për më tepër, rrënja e hithrës përmban sasi të bollshme të vitaminave dhe mineraleve thelbësore dhe përqendrime të lartë të gjetheve të saj. Këto vitamina dhe minerale janë: vitamina A. Vitamina A është përgjegjëse për të ndihmuar gjendrën e lëkurës së kokës të krijojë sebum. Ky vaj ndihmon në lagështimin dhe mbajtjen e fijeve të flokut më të shëndetshme. Vitamina B. Biotina vjen nga grupi vitaminave B. Kjo vitaminë ndihmon në ndërtimin e keratinës të gjëndrave të flokut, të cilat japin strukturë flokut tuaj. Vitamina C. Vitamina C ndihmon në krijimin e kolagjenit, i cili është përgjegjës për forcimin e lëkurës dhe proteinës së flokut tuaj. Vitamina D mund të ndihmojë në krijimin e një mbështetje të gjëndrave të reja të flokut në lëkurën e kokës. Vitamina E përmban antioksidant natyral, të cilët ndihmojnë në ruajtjen e rritjes së shëndetshme të flokut. Mineralet që përmban hithra janë folati, që njihen ndryshe si acidi folik, i njohur kryesisht në mbajtjen e qelizave tuaja të shëndetshme, veçanërisht qelizave të kuqe të gjakut. Këto veçanërisht janë përgjegjëse për bartjen e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese në të gjitha zonat e trupit, duke përfshirë edhe lëkurën e kokës. Riboflavina dihet se ndihmon në rritjen dhe sasinë e prodhimit të qelizave të kuqe të gjakut. Ato janë gjithashtu të dobishme në ruajtjen e sasive të duhura të niveleve të kolagjenit në trup. Magnezi ndihmon në parandalimin e grumbullimit të kalciumit në lëkurën e kokës, duke inkurajuar qarkullimin dhe duke rritur sintezën e proteinave. Kaliumi ndihmon gjithashtu në ndërtimin e proteinave dhe mbajtjen e qelizave të lëkurës së kokës të hidratuara dhe të lagura. Këto përfshin në një lëkurë koke më të shëndetshme. Silicit, kalciumi, hekuri dhe mangani janë gjithashtu pjesë përbërëse të hithrës, të cilët ndikojnë pozitivisht në shëndetin më të mirë të tyre dhe në parandalimin e komplikacioneve të rënjes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.